Nilor Film dhe Digital paraqesin. Art Instinct. Përshëndetje artist vegjël. Mirë se erdhët në emisionin ton Art Instinct. Si shikoni, edhe sot unë jam këtu me Goldin. Goldi është zbukuruar pak. Është pak i lodhur sepse po vraponte gjatë gjithë kohës poshtë e lartë sot, nga që ne sapo kaluam Krishtlindjet, edhe vjen viti i ri, edhe gjithë ju keni marrë disa dhurata, do merrni dhurata të tjera, kështu që unë mendoj tani, përpara se filloj emisionin, ju shikoni një herë se çfarë punimesh ne realizuam në emisionin e shkuar. Këtë e them për gjithë ju fëmijë që ndoshta nuk na keni ndjekur në emision më parshëm, edhe për ju që na keni ndjekur, shikoni se si ne i realizuam ato punime. Kështu që unë po marr Goldin, do marrim edhe mjetet që kemi tek tavolina, edhe do të fillojmë me një herë nga puna. Gjatë kësaj kohe ju ndiqni punimet që ne realizuam në emisionin e shkuar. Shikoni këtu, do bëjmë këtë harkun këtu. Gjithashtu, këtu për shembull, unë do të bëj topin e parë. Do bëj një tjetër që është pak më i vogël. Do bëjmë edhe një tjetër që është më i vogël. Shikoni, do bëni këto 3 topat. Këtu do të vendosni kapelen. Shikoni këtu, dhe këtu do të jenë edhe krahët. Do janë deg pemi që ne vendosim. Këtu për shembull unë do vendos edhe shallin. Këtu duhet shalli këtu përpara, që fryn dhe pak herë dhe hikën shalli këtu. Por këto do t'i bëjmë gjitha dal nga dal. E gjitha kjo do të mbushet me këtë lloj mënyre. Merrni boj pa frikë dhe e mbushni. Ja artist vegjël, këtu përfunduam me ngjyrën e bardhë. Kështu që unë do ta heq ngjyrën e bardhë edhe do të marr ngjyrën tjetër. Atëherë, më mirë po marrim të zezën. Tani, si shikoni, edhe me ngjyrën e zezën e përfunduam. Kështu që vazhdojmë me ngjyrat me radhë. Heqim të zezën dhe do marr edhe pak ngjyrën portokalli. Hunda është një karotë, e keni parasysh, prandaj vendosim ngjyrën portokalli. Të gjithë e dini që vendoset karota në vend të hundës. Ja dhe hunda përfundoi. Atëherë, bëjmë pak edhe shallin, ngjyrën e kuqe këtu. Fillojmë me radhë. Do të lëm pak këtu hapësirë. Shikoni si bëj unë me hark, që tregoj që ka formën e kokës trumbullakët aty. Edhe shalli tu vazhdon pastaj drejt. Edhe marrim në ngjyrën e fundit këtu. Edhe do bëjmë me këtë krahë, shikoni këtu. Edhe siç e shikoni, këtu njeriu në të borës e kemi gati. Puna e parë kush është? Ngjyrosja, siç e thash. Shikoni? Ja pra, si e shikoni, këtu e përfunduam edhe oxhakun tjetër. Edhe këtë unë do ta lë këtu, se dua që edhe kjo fahet. Këtu do të jetë pjesa e kapelës, si e ka i të bardhë, dhe këtu do të jetë kapelja. Shikoni këtu? Me gjithë xhufkën. Këto do të filloj edhe t'i pres të gjitha me radhë. Tani, që përfunduam të gjitha këto, edhe rulat janë tharë të dy, janë gati. Shikoni këtu tani. Unë do marr tushin e zi dhe do bëj vizën. Shikoni ç'bëj unë. Vendos gishtin këtu, që të bëhet tulla, edhe e mbaj mirë. Ky gishti këtu do të mbështetet tek pjesa e kartonit, duke rrotulluar unë dhe qark dorën. Viza do jetë një lloj. Shikoni këtu.
Tani, si që kemi këtu. Shikone, do fillojmë vizat. Një vizë këtu, një vizë këtu. Një këtu, edhe një tjetër këtu. Do bëjmë pjesën këtu. Me ngjitse. Mundësisht edhe këtu. E nxjerrim pak, edhe këtu. Dhe e marrim dhe vendosim këtu. Kjo është mënyra për të bërë dy gjak me dy mënyra se si futet babagjyshi dhe si del babagjyshi thjesht me rulet e kartonit. Në Artist Vegjël kemi ardhur këtu tani, jemi në një ambient shtëpie, sepse duhet të kryejmë diçka shumë veçantë. Ngjitse përsëri këtu, edhe kjo këtu, ngjitse këtu, edhe tjetra këtu. Shikoni? Këtu e bëm gojen e njeriu të dëborës. E vendosim dhe këtë këtu, ngjitsim. Palosim edhe këtë këtu anën tjetër. Dhe këtu i kemi gati shallin. Na mbeten kopsa, se ka disa kopsa të cilat do të vendosim këtu pjesën e poshtë të frigoriferit. Kështu që këto ne do t'i bëjmë përsëri me letrën e zezë. Ja për Artist Vegjël, si shikoni, unë i kam gati të 3 kopsat. Kështu që ngjitsen e marr tek dora, edhe këtë këtu, edhe e lyej mirë si përfaqen dhe i vendosim tani me radhë të gjitha këto. Shikoni? Në mes frigoriferit. Po kështu bëjmë edhe tjetrën. Pak më poshtë tjetrën. Për shkak që ne duam t'i bëjmë si një sy me shkëlqim. Shikoni? Kjo është mënyra më e thjeshtë edhe më e bukur për të realizuar një njeri dëbore me frigoriferin tuaj që keni në shtëpi. Gjithë letrat me ngjyra që kam marrën do t'i hap. Dhe fillimisht dua që t'i presim me shërita të hollë gjitha. Në këtë lloj mënyre, shikoni, unë i preva gjithë ngjyrat. Më mirë t'i kem këtu përpara. Shikoni këtu. Shikoni, kjo është me hollë se tjetra. I vemi gjithset e kësaj. Edhe vendosim edhe trungun. Me këtë mënyrë, me këtë metodë kolazhit, ne realizojmë një kartolinë të mrekullueshme. Ja për Artist Vegjël, erdhi momenti që ne të fillojmë nga puna. Çfarë do të bëj unë sot? Për sot, unë kam përgatitur që të bëjmë një pemë të vitit të ri. Pa ajo pema do të jetë shumë e veçantë, sepse jo vetëm që do të ngjyroset, por do të bëjmë edhe diçka tjetër. Goldi tani po lviz, nuk qëndron. Gold, qetëso. Goldi, sepse duhet të tregojmë të gjithë fëmijëve se si do bëjmë pemën. Ju tani që ishe vitiri, di që keni bërë shumë ëmbëlsira. Ju pëlqenin ëmbëlsirat. Edhe Goldit i pëlqejnë shumë, po ne nuk i japim, sepse nuk i bëjnë mirë. Por, për ju tani që bëjnë ëmbëlsira, keni parasysh aty në shtëpi kur shpeshherë mami ose gjyshja bënin ndonjë tortë, edhe vendoset të kremin aty dhe shtrydhin sipër tortës, keni parasysh kur bëni vetë? Ne me këtë lloj mënyre, se këtu në frymëzimi, me qeshje viti i ri, me ëmbëlsirat, me tortat, me gjitha këto, unë mendova të bëjmë një pikturë të tillë, domethënë të imitojmë dëborën. Do thoni ju si do imitojmë dëborën? Shumë thjesht, duke marrë një seshte, edhe vinovil, do ta hedhim aty te këto qeset që shtrydhin ata që bëjnë ëmbëlsirat dhe do ta bëjmë. Si shikoni, unë këtu kam marrë dhe tushat, edhe Goldin e kam tu pranë. Tushat do t'i vendosh të anash, sepse do të ngjyrosim me tushat. Edhe gërshërën, edhe tushin e zi e dua. Kjo është e qesja, shikoni, që është si 3 këndësh e gjitha kjo. Do të thënë, hapet, mbushet kjo këtu, dhe pasaj fillojmë dhe e shtrydhim. Por këtu maja do të pritet me gërshërë, sepse është e mbyllur, po do të hedhim një herë kremin, pastaj do të realizojmë. Këtu kemi marrë një seshte, kemi dhe vinovil. I kemi të dyja këtu. Por, së pari, unë dua të vizatoj një herë pemën. Dua për shembull këtu. Shikoni këtu, doan kur hapet pema, në këtë lloj mënyre.
hapet këtu, janë degët që ka brevi, kështu. Edhe këtu tjetri. Vjen duke u zgjeruar, si që bëm, edhe më parë kemi bërë pemën në formë trekëndshi. Këtu poshtë kemi trungun e pemës. Ndërsa këtu, për shembull, është pjesa e doborës që sapo fillon edhe bie. Këtu kemi dhe qiellin, këtu mund të bëjmë edhe tokën. Por do të fillojmë me një herë, prit një herë. Se duke përfundojmë vizatimin. Unë dua që këtu sipër të vendosim edhe një yll, i cili edhe ky do të ngjyroset. Gjithashtu do të vendosim edhe topa. Topa që ne zbukurojmë pemën. Keni parasysh. Ja. Do t'i vendosim këtu. To do t'i bëjmë gjitha me ngjyra. Shikoni? Me mënyrën e thjeshtë. Edhe këtu, një top. U bën gjitha këto. Unë tani do marr tushat e do filloj ta ngjyros. Shikoni si do ta bëj. Do filloj me këtu me ngjyrën jeshile. Shikoni, pothuajse të gjitha ngjyrat unë i përdora dhe i vendos aty. Çfarë dua tani? Do marr ngjyrën qielli sepse dua të bëj qiellin. Të gjithë qiellin këtu. Është pak a shumë edhe ngjyra që ne kemi dhe letrën këtu poshtë. Shikoni. Këtu. Ku është ylli, ju do keni kujdes. Që mos ty ngjyra qielli brenda tek e verdha. Sa atëherë do na bëhet ylli jeshil. Shikoni? Këtu, me kujdes. Bëjmë pjesët anësore një herë, këtu. Edhe pastaj mbushim. Ja pra dhe këtu e përfunduam edhe këtë ngjyrë. Kështu që unë tani do marr të ngjyrën e kafe se duhet bëj tokën. Shikoni këtu? Do duhet ta mbaj kështu. Do mbaj këtë lloj drejtimi. Tani, si shikoni këtu, unë ngjyrosa edhe tokën me ngjyrën kafe, po kështu është dhe trungu me njëtën kafe, po ta bëj unë këtë këtu, shikoni, me të njëtën ngjyrë. Duke rënë sipër, shikoni, sa herët bëhet, është e që ju thash, që të keni kujdes, kur ngjyrosni me tushat, mos e mbani shumë në të njëjtin vend. Pa arsye sepse bëhet shumë e errët. Edhe ngjyrën jeshile të hapur që unë punova. Nëse unë do ta mbaj aty kështu fort në njëjtin vend, ajo po kështu do të bëhet ajo jeshile e errët, nuk do të jetë më jeshile hapur. Tani, si shikoni artist vegjël, erdhi momenti që ne ta argëtohemi pak. Duke marr qesen, ta kemi gati qesen këtu, gjithashtu do marrim edhe nisështen që kemi këtu, edhe vinovilin. Edhe do t'i hedhim këtu bashkë. Domethënë, do përzihet vinovili me nisështen. Do bëhet një masë e trashë ajo, e cila do duket tamam si dobor, të cilën ne do ta hedhim pastaj brenda
Tani, unë po marrë të lapsin, edhe do ta përzi. Do bëhet si krem kjo e gjitha, shikoni këtu? Unë po e përzi tani, gjithë me kujdes. Edhe kështu që kur të bëhet ky kremi, unë do ta vendos brenda aty tek qesja. Dhe do filloj pastaj që ta shtrydhim, që të krijojmë të gjithë të dëborën që është tek pema. Do është momenti që po bie dëbora. Edhe do të shikoni dhe ju se sa bukur do duket. Edhe në këtë rast kur do bëhet kjo, do thahet dëbora e do duket tamam kjo piktura me dëborë sipër. Prandaj vendosa vinovilin e nisë shteja e bardhë. Vinovili është i bardhë, kur thahet, ai do bëhet i fortë, do ngjitet tek letra. Kjo është arsyeja që ne e bëm këtë gjë. Shikoni? Nuk duhet bërë diçka e trash. Nuk duhet jetë edhe holl fare, që të kemi mundësi ne që ta hedhim edhe tek qesja, edhe ta shtrydhim. Shikoni? Unë tani e palosa, e bëra gati, shikoni se kam bardhë, dhe tani do ta pres tu poshtë. Me kujdes. Heqim që t'i dali maja. Dhe fillojmë të shtrydhim nga pak, me kujdes të gjithu. Shikoni? Ndjekim edhe vizat këtu që ne kemi bërë me tush. Hop, shikoni? Do vendosim pak këtu sipër tek hylli. Sipër hylli, siç bie dëbora. Këtu. Sipër topave. Në këtë lloj mënyre. Këtu kemi dëborë. Këtu vazhdon. Në gjithë pjesët këtu ku kemi dëborën. Sepse dëbora tash sapo ka filluar, edhe ka zënë to majat e bredhave. Shikoni këtu? Vendosim edhe këtu sipër këto topat. Mos i lejnë topat pa bojë. Si shikoni, unë hedh nga sipër, do me thënë, këtu bie dëbora e para. Në lartë, sipër topave, qëndron. Në rregull, ta keni parasysh të. Këtu lartë. Tani, si që kemi hedhur gjithu, do vendosim edhe topa dëbore që po bien në gjithë sipërfaqen. Si shikoni, topat i vendosim në mënyrë të çrregullt, sepse kështu bien, nuk bien në mënyrë simetrike, që t'i bëni në rjesht, të gjitha keni parasysh. E do vazhdojmë dhe këtu poshtë. Tani, këtu, unë do të vendos, se kur bie dëbora, kemi dhe disa vënde që krijohet këtu ku është toka. Kështu, shikoni? Merë më shumë, fry në erë për shembull, edhe mbetet më shumë dëborë. Disa vënde. Kështu që e mbushim dhe këtu poshtë pemës në këtë lloj mënyre. Shef? Ja, edhe disa topa i vendosim këtu ne. Në që po bie tani dëbora. Ja, parti zvegjël, kjo ishte edhe piktura që kisha përgatitur sot për ju. Thjesht duke ngjyrosur me tusha dhe duke marrë një seshten së bashku me vinovilin, i përzim të dyja bashk, dhe duke marrë të qesen që përdorin gjithë kur bëjnë ëmbëlsirat, edhe ne bëm këtë pemë duke imituar, do të thënë me teknikën e ëmbëlsirës, ne bëm dëborën tek pema. Besoj ju pëlqeu. Prandaj Arti Zvegjël mund ta krijoni edhe ju, ta nxjellni foto edhe e dërgoni edhe ne në adresën e emailit që shikoni aty. Gjithashtu edhe në adresën që kemi ne të Facebookut, por mund ta dërgoni edhe vetë këtë pikturë që ju e realizoni, ta dërgoni me post. Kështu që adresën e keni. Kështu që mos u largoni. Unë sa shkruaj marr mjetet, ju shikoni pak publicitet. Art Instinct.
Instinkt. Tani artist vegjël, unë doja të flisja pak, si zakonisht që ne flasim pak për historinë e artit. Por sot, mendova me që jemi në prag vitit të ri, edhe gjithë ju merrni dhuratat për vitin e ri. Dën t'ju flisja pak për Santa Clausin. Ai nuk ishte as piktor as skulptor, pa i bënte dhurata. Por ndoshta nuk e dini se kush ishte, sepse edhe ne kemi në historinë tonë. Për shembull, siç është Shën Nikola ose Shën Kolli. Don Santa Clausi, Shën Nikola, Shën Kolli, Baba Gjyshi që themi ne vitit të ri, ose për shembull themi Baba Dimri. Dhe këtë emër kemi përdor. Don të gjitha këto është një personazh i vetëm. Ai ka qenë një njeri i cili quhej edhe Nikola i mrekullive, sepse bënte to mrekullit. Por cilat ishin? Ai bënte shumë dhurata. Ishte mbrojtësi i peshkatarëve. Po ato dhuratat që bënte, ai si bënte? I bënte fshehurazi. Nuk donte që të merrnin vesh gjithë se si bëheshin dhuratat, kush ja bëri dhuratat. Ai i jepte gjithë fëmijëve dhurata, prandaj mbeti edhe në histori. Edhe juve që u vjen që thon tani vjerti Baba Gjyshi, hyri nga Xhaku, është i njëjti person. Domethënë Santa Clausi, Shën Nikola, Baba Gjyshi, don plaku i vitit të ri, që është i njëjti personazh. Kështu që nëse dojnë të dini kur ka jetuar ai. Ai ka jetuar në shekullin e 4, ka qenë. Domethënë pas erës sonë. Edhe ka qenë në zonën bizantine, e cila quhet Lician asaj kohe, dhe Lician e Bizantit. Ndërsa sot është ku është Antalya, aty ku keni shkuar për pushime, se shumë fëmijë shkojnë për pushime në Antalya. Edhe kanë dëgjuar të gjithë në Shqipëri. Ku shkon për pushime në Antalya? Por do dini edhe këtë. Në Demre të Antalyas është vendlindja aty ku ka jetuar, domethënë Baba Gjyshi, plaku i vitit të ri, ose Santa Clausi, ose Shën Nikola, ose Shën Kolli. Domethënë të gjithë e kanë si shenjtor, sepse të gjithë i duan dhuratat. Kështu që ne na pëlqejnë edhe mezi presim që të vi viti i ri. Kështu që artist vegjël, kjo ishte një përshkrim i vogël për Santa Clausin. Tani le të vazhdojmë punët, sepse kemi goxha punë për të realizuar. Ja e artist vegjël, erdhi momenti tani për të bërë atë pemën e bukur të vitit të ri. Ajo pema do jetë me kartona, por do bëjmë diçka tjetër, do ngjisim disa letra. Ato si do t'i ngjisim? Me vinovil, po më parë le të krijojmë mirë të gjithë pemën. Goldi, unë do bëj pemën. Shikoni këtu, vinovilin e kam këtu. Kam edhe tushin, ziun, por kam marrë edhe gazetën, sepse kjo këtë të veçantë ka. Është kjo gazeta e cili do bëjmë mbushjen e saj. Edhe këto letrat me ngjyra. Me ngjyrën e jeshile do mbushim pemën, sepse është ngjyrë jeshile bredhi. Ndërsa me ngjyrën e verdhë, ngjyrën e kuqe, unë do të bëj disa topa. Domethënë në vend të zbukurimeve që vendosim aty, ne do bëjmë me letër. Por më parë le të tapim pak vendin. Shikoni këtu. Edhe gazetën e kam këtu. Vinovilin, tushin do ta mbaj. Sepse dua së pari të bëj pemën. Por këtë pemë nuk do ta bëjmë si tjetra. Në me thonë duke i bërë kështu, me maja që të ketë këto, do ta bëjmë thjesht pemën, do ta bëjmë në këtë drejtim, gjithë pemën. Shikoni, si trekëndësh, duke filluar nga mesi. Do gjeni mesin gjithmonë, se këtu që është mesi, do dali në formë trekëndësh. Shikoni këtu, do vi deri këtu. Do ta bëjmë këtë vizën këtu, gjithashtu do bëjmë edhe vizën tjetër këtu. Ndërsa këtu do kemi pjesën e trungut. Shikoni, unë dua që trungun ta bëj pak të trash nga poshtë, të ketë bazament që ndrojë më mirë. Edhe kjo këtu. Tani, si që jemi këtu, çfarë do të bëjmë? Do gjejmë mesin. Themi mesi është këtu. Dhe tek njëri nga këto kartonat e kemi bërë dhe një mision, do pritet këtu. Ndërsa tek tjetri që kemi këtu, shikoni, ti bëjmë të dy, atëre, jemi këtu, do gjejmë mesin unë këtu, edhe them, këtu, këtu. Këtu do jetë pjesa e poshtme, këtu nga mesi, tek mesi do të pritet edhe kjo këtu. Sepse këto të dyja do ndërthuren tek njëra tjetra, do futen kështu që të kemi pemën që të qëndroj lart.
Atëherë, pa humbur kohë, unë po marr gërshërën edhe po filloj ta pres. Ju, nëse keni të vështirë për shembull, për të bërë të dyja pemët siç e bëra unë një lloj, çfarë do bëni? E prisni një pemë, pastaj merrni atë siç e keni prerë, e vendosni sipër, edhe bëni vizatimin sipër kartonit. Edhe keni të dyja pemët një lloj. Kështu që mund ta bëni edhe ju në mënyrën e thjeshtë. Unë po filloj ta pres një. Ja dhe kartonat i kemi gati, i kemi prerë. Është e njëjta mënyrë siç kemi bërë një herë nëse mbani mend edhe pemën e mollës. Shikoni? Vendosen këtu. Por ndryshimi kush është? Sepse unë tani do të marrë të gazetën këtu edhe do filloj ta mbush. Gjithë bukuria këtu është. Do marrim copat e gazetës. Ç'a ke Goldi? Ç'a do? Gazetën nuk do lexosh, është gazetë e vjetër kjo. Shiko tash, ne do marrim këtu, do bëjmë topa. Ç'a do Goldi? Nuk hajt gazeta. Gazetën e lexojmë tani do bëjmë pemën. Shikoni këtu. Çfarë bëjmë? Mund marrim edhe një gjitse këtu. E vendosim këtu topin. Shikoni, në këtë lloj mënyre. Kështu do ta mbushim të gjithë. Do bëjmë topa, do marrim gjitse, e vendosim edhe këtu një gjitsen sipër topit dhe e vendosim këtu. Me radhë. Dua që kjo të mbushit e gjitha. Goldi do të lozi me mua. Shikoni Goldin. Vjen këtu tani, do që të mbushit e ky me letra. Goldi, unë këto letrat i kam që të mbush pemën. Do ta ngrisësh ti, grise, bravo. Mandau Goldin mes. Ik tani. Bravo. Do më thënë, me këtë lloj mënyre. Ngjitse, letrën këtu dhe e mbushim. Në kështu do mbushit e gjitha. Do të shikoni sa bukur do dali. Ja partiz vegjël, si shikoni, këtu e kemi gati. Goldi, hajde, më bëra pemën unë. Ti s'më ndihmove fare, i bëra gjithë vetë. Gati ti kesh, lozi. Si shikoni, e gjithë kjo këtu është e mbushur tamam si pemë. Në më thënë, e mbushur thjesht me gazeta. Ju do merrni dhe një gjitse, edhe i vendosni rreth e qark aty, edhe do të shikoni se sa bukur do dali. Tani, do marrim të letrën tjetër. Edhe me këtë ne do ta veshim të gjithë pemën në këtë lloj mënyre. Shikoni? Do të vishet e gjitha kështu. Edhe do ta ngjisim me vinovil. Prandaj kam edhe vinovilin këtu. Por le ta pres pak me gërshër këtë, pjesën këtu. Ja. Shikoni, marrim të copën këtu dhe do ta mbështjellim të gjithë këtu. Gjithë pjesën këtu sipër. Do mbështjellim me letrën ngjyrë jeshile, shikoni? Dhe kjo do të zbresi deri poshtë. Do të palosen edhe këto pjesë këtu, do ngjisim edhe letra tjera. Kështu që do marr penelin e madh fillimisht. Ju do të shikoni që do të laget letra, nuk ka problem, sepse laget nga vinovili. Por ajo gjitha do të ngjitet aty. Edhe pastaj kur thahet, shikoni, ta lyej një herë përpara këtë këtu, gjithë pjesën këtu ti lyej me vinovilun, që të kemi mundësi ta ngjisim sa më mirë. Shikoni, unë do nga gjitha anët vendos vinovil. Sepse dua që dalë sa më e bukur kjo pema jonë. Tani që është fillimi, që është akoma e njom, kjo, do të vendosim pak edhe ngjitse aty. Që sa të thahet, ta keni parasysh. Shikoni, dhe në të gjitho pjesët të qoshet janë,
do të vendosësh vinovil. Shikoni. Ndoshta më mira do jetë t'i ngjisni copa gjitha, por unë do t'i vendos të një herë dhe pastaj do fillos. Shikoni. Vendos pak vinovilet e këtu. Se dua që të bëhet bashkimi. Shikoni. Vinovili ka këtë të mirë që kur thahet nuk duket ngjyra fare. Dënë bëhet transparent. Shikoni, unë do të vendos edhe këtu. Se kemi dhe pjesën tjetër. Nuk përfundoj e gjitha. Kështu që marrim gërshërën. Marrim dhe vinovilin e vendosim përsëri këtu sipër, shikoni? Me thënë, vendosim vinovilin edhe sipër letrës jeshile, edhe sipër gazetave. Sepse, si shtam, duam që të ngjitet sa më mirë. Tani duke vendosur dhe këtu. Shikoni, gazeta këtu merr dhe formën pak a shumë. Dën siç është pema. Ja. Vendosim edhe këtu poshtë. Ne keni parasysh që pemat kanë gjethet, edhe diku janë më të dala, diku janë më të futura, kështu që japin atë imazhin e pemës. Le të vendosim dhe këtë copën këtu. Tani, siç e kemi, vinovilin këtu dhe vendosim pak këtu. Shikoni se duhet ngjiten gjitha këto. Në dali bukur. Tani, unë do ta kthej pak kështu, sepse dua që të paloset e gjitha kjo. Sepse e kemi shumë kollaqe edhe mund t'i presim ne. Po, unë nuk dua që t'i pres. Dua le të qëndrojnë këtu. I fusim kështu brenda, edhe duket edhe më bukur e gjitha kjo. Edhe vinovilin këtu. Që të bashkohen mirë të gjitha pjesët. Shikoni? Vazhdojmë ka krau tjetër. Gjitha me radhë, thot, do futen tek njëra tjetra. Në vinovilin mund ta vendosi pa kursim këtu. Shikoni? Në duke ngjeshur pak edhe me bishtin e penelet. Ja pra, shikoni? Në me thënë, pema mori formën e saj. Duke i ngjeshur pak edhe këto këtu, nga vinovili, kjo
u bë e gjitha një pemë, një bredh shumë i bukur, cilë mund ta bëni edhe ju në shtëpinë tuaj. Por nuk kemi përfunduar ende, sepse kemi akoma disa gjëra për të bërë. Çfarë do të bëjmë tani? Siç u thash, do bëjmë edhe disa zbukurime. Shikoni këtu, pjesa poshtë, që është kartoni, është tamam si trumu i pemës, ngjyrë kafe, nuk është nevojë ta ngjyrosim, sepse është vetë ngjyra kartonit që është kafe. Ndërsa sipër kemi bretin. Tani, ç'do të bëjmë? Do marrim nga kjo letra e verdhë. Ta bëjmë top. Shikoni? Një variant është, siç e kemi si top, e bëjmë me vinovil dhe i vendosim këtu. Një mënyrë është kjo. Sepse ka dhe mënyra të tjera për të bërë zbukurimin e pemës. Ja për artist Vigjil, si që pat edhe pemën, këtu ne e realizuam. Do me thënë, rreth e qark, këtu ne kemi vendosur topat, ato ju në shtëpi tek pema juaj i keni topa qelqi ose plastik, ne i kemi gjitha me topa letra. Shikoni, gjithë topa letra të verdhat kuqe. Gjithashtu, kjo pema jonë ndoshta është më e bukur se sa ajo që keni ju aty. Prandaj, merrni kartonat, merrni gazetat, merrni ato letrat e ngjyra, filloni t'i ngjisit gjitha bashkë e do të shikoni se sa bukur do dali edhe pema juaj. Ndoshta mund dali edhe më bukur se kjo jona, sepse ne mundojmë ta bëjmë pak edhe shpejt, që të keni mundësi dhe ju ta realizoni. Shpejt, thjesht edhe bukur. Prandaj, unë po shkoj marr mjetet se kam një surprizë për ju. Kam diçka për të bërë, jo kartolin, dhe diçka tjetër. Atë do ta shikoni pas pak. Prandaj, shikoni pak publicitet tani, sa të marrun mjetet, dhe këtë pemën po e marr me vete, nuk do e lë këtu, ta heq më nga që të hapim pak vëndet, se shumë e madhe na zë vëndin. Art Instinct. Art Instinct. Artist Vigjil, si shikoni, unë tani duhet ju paraqes të gjithë punimet, se Goldi nuk më lën. Duhet paraqes të gjithë punimet, Goldi po më lë tani, se gjithë fëmijët po presin që unë paraqes punimet. Është shumë i dashur e dua shumë Goldin. Edhe di që edhe ju e doni shumë. Se shpesh më pyesni ç'a bën Goldi, ku është Goldi, si është Goldi, kur do vi Goldi, kur do ta shohim Goldin, dhe kaq shumë pyetje bëni ju, por ju më keni dërguar të shumë punime. Të gjitha punimet që më keni dërguar ju, si do ja bëjmë? Si mund t'i paraqesim gjitha? Tani është vit i ri. Ju gjithë dëshironi që të shikoni punët tuaja që keni dërguar, sidomos shumë fëmijë nga Kosova, ata mundohen edhe thonë shpesh, si sta e nxorë Xhaxhi Piktori, kur do na e nxjerrësh? Ne mezi po presim. Kështu që unë mendova të bëjmë një kolazh, e të tregojmë të gjithë punimet që ju keni dërguar. Do zgjedhim nga punimet më të mira, sepse nuk mund t'i paraqesim dot të gjithë punimet që ja keni sjell. Nga më të mirat që ju keni. Kështu që unë me Goldin po dalim një shëtitje se ai dëshiron të dalë jashtë tani, të vrapojmë pak, edhe ju ndiqni me vëmendje të gjithë punimet që keni dërguar.
jep artist vejil, këtu kemi ardhur në ambient të jashtëm. Si gjithmonë kemi bërë zakon që në çdo emision e dalim jashtë e bëjmë një punim jashtë. Por me që jemi në prag të vitit të ri, unë doja të bëja diçka tjetër sot. Që ta keni dhe ju mundësi ta realizoni shpejt dhe bukur. Unë dua të realizoj plakun e vitit të ri, do të thënë baba gjyshin, ai që ju sjell juve dhuratat. Por si do ta bëjmë? Nuk do ta hypim atë në xhak sipër sepse nuk kemi të gjithë xhak, sepse shumë janë nëpër pallate, s'ka në xhaqe, s'ka nga të futet baba gjyshi, kështu që u mendova që këtë baba gjyshin ton do ta bëjmë përsëri me letra kolazh dhe do ta vendosim tek dritarja. Don sigurisht ka ardhur në dritare. Këtë do ta bëjmë më shumë mami me babin ta punojnë. E kam për ata këtë emision që të kemë mundësi të realizojnë që të vidhun ata të ju thënë juve shikoni, tapin perdet e shtëpisë, edhe do dali baba gjyshi tek dritarja, sigurisht nga jashtë edhe ka nxjerr kokën e po shikoni juve brenda. Kështu që për të realizuar këtë baba gjyshin, çfarë do ta duhen? Do ta duhen vetëm to letrat, kartonat e trash. Do ta bëjmë përsëri me këto ngjyra. Shikoni, me ngjyrën e kuqe do të bëjmë kapelen e baba gjyshit. Ndërsa me të zezën dihet janë syt. Ndërsa me këtë ngjyrë që është ngjyra okër do bëjmë edhe ngjyrën e fytyrës, por fillimisht do bëjmë vizatimin. Unë do ta bëj vizatimin e kapeles në fillim këtu tek letra e kuqe. Gjithashtu do bëjmë një top të bardhë e vendosim aty. Por po marr tushin. Ju do merrni lapsin, mos harroni gjithmonë me laps, se nëse bëni gabim, nuk rregullohet. Shikoni këtu. Do bëjmë kapelen. Do heqim një vizë këtu, e cila zbret edhe këtu. Është pjesa e kapeles të plakut vitit të ri. Shikoni këtu edhe këtu. Dan këtu. Këtu t'i bëjmë edhe topin, por për mua rëndësi ka kjo këtu një herë. Se dua që kjo të mbetet. Është kapelja. Kështu që unë kapelen do ta pres një herë me gëshër, ta kem gati. Shikoni këtu. Kjo është kapelja. Tani, çfarë do të bëj? Do marr të letrën ngjyrë kafe dhe do ta vendos këtu. E shikoj deri ku vjen. Dua që portreti i baba gjyshit do vizatohet këtu. Atëherë, unë do të ruaj këto vende këtu ku do vi kapela. Shikoni se kjo këtu do të bashkohet me këtë. Mund ta bëni këtu në poshtë, që të keni mundësi ta ngjisni që ditet sa më mirë. Shikoni? Atëherë, bëjmë një vizë me laps, që themi portreti i tij do filloj këtu dhe do përfundoj këtu. Do me thënë, këtu kemi kapelen, e këtu hargun, se kjo nuk do duket, do pritet që të vendoset që të ngjitet nga pas. Atëherë, këtu që është pjesa e kokës, këtu do vendosim edhe sytën. Këtu do vendosim edhe undën e madhe. Këtu pastaj do filloj mjekra, kështu që këtu do nxjerr pak veshin unë, edhe këtu është veshi tjetër. Shikoni? Këtu. Këtu që nuk do t'jetë më nevoja. Unë këtu, se është pjesa e fytyrës këtu, kjo do të pritet. E kemi gati pjesë e portretit. Kjo do të ngjitet këtu lart. Shikoni, do vendoset pjesa e kapeles që kemi këtu. Këtu do bëjmë syt. Do presim 2 topa të rumbullakët që të vendosen këtu. Gjithashtu edhe hunda që do të jetë këtu. Atëherë hundën, shikoni këtu. Ta bëjmë të lloj forme. Ta presim të që t'i bëjmë gjitha gati një nga një që kur shkojmë tek dritare, ta njisim nga jashtë, do të shikoni se sa bukur do dali. Këtë do ta prisim formën e vezës ose si një patate. Keni parasysh? Po kështu do bëhet edhe kjo. Në këtë mënyrë. Iku dhe kjo, e cila do të ngjitet këtu. Syt do t'i bëjmë pak më të vegjël. Mund të bëjmë edhe palosjen e letrës këtu në mes. Shikoni këtu. Siç ishte letra e gjitha këtu, gjatë vendosim këtu. Dhe fillojmë prerjen. Shikoni që t'i bëjmë të 2 syt një lloj. E mbajmë gjithmonë që mos ta hiki, edhe heqim. Shikoni, kemi 2 një lloj. I cili do të vendosem këtu edhe hunda këtu. Tani çfarë do të bëjmë? Do marrim letrën e bardhë, do ta vendosim atë sipër, edhe do vizatojmë mjekrën, edhe mustaqet, pjesën që ka këtu mustaqet dhe mjekrën e madhe, edhe flokët që dalin nga pas, të cilët do dalin këtu. Mjekra është nga përpara. Do të thënë do kemi 2 letra të bardha, cilat do t'i vendosim aty. Atëherë, shikojmë tani me vëmendje si do ta bëjmë.
Siç ke vendosur këtu, unë do t'i ngjis, pastaj do të presim edhe letrën e bardhë. Atëherë, siç e kemi këtu, e kthejmë, nxjerrim ngjitsen këtu, edhe vendos këtu. Edhe këtu, se dua që të ngjitet sa më mirë. Shikoni, domethënë e bëm një vizë e lapse këtu më parë, që të dim deri ku do të jetë. E kthejmë dhe këtu dhe vendosim. Shikoni këtu. Këtu e kemi gati. Hundën do ta ngjisim më pas. Ngjisim edhe syt. Shikoni këtu. Hunda do të jetë këtu. Por do kemi përpara këtu letrën e bardhë. Kështu që siç e kemi këtu, largojmë pak të kuqen, unë do marr letrën të bardhën. Edhe them. Këtu dua që mjekra të jetë deri këtu poshtë. Shikoni se ta bëjmë. Këtu do t'i bëjmë këto në këtë lloj forme. Edhe këtu nga krau tjetër. Dhe do të pritet do të ngjitet sipër. Shikoni tani, le ta heqim dhe këtë. Kjo këtu, siç u thash unë do të vi në këtë lloj forme me hark, domethënë do vi këtu e gjitha kjo. Atëherë, ta presim dhe këtë ta kemi gati. Si shikoni këtu artist vegjël, dhe kemi gati. Bëjmë ngjitse gjithë sipërfaqen këtu, sepse kjo do të vendoset letra tjetër e bardhë. Shikoni këtu, domethënë kjo këtu do të vendoset këtu. Që ti kemi bukur. Iku kjo. Atëherë të vendosim edhe hundën që duhet të typi të lartë. Do pres 2 rretha të vegjël. Një aty, bëjë një tjetër, si dritë që shkëlqen tek syri. Edhe tjetër këtu. Rregull, do të vendosim këtu. Tani, siç e kemi këtu, unë do t'i bëj edhe flokët, i nxjerrim këtu. Shikoni këtu. Siç e kam, këtu do t'ja sjell deri këtu. Me që kam prerë letrën këtu, do të marr këtu tushin. Deri tu ku vjen pjesa e mjekrës. Tu nuk na prish punë. E gjithë kjo do të pritet se kjo e gjitha do të ngjitet nga pas. Shikoni me kujdes të gjitha këto këtu, se aty është bukuria duke dhënë edhe rumbullaksin. Këto do të jenë të gjitha në formë të rumbullakët, sepse ai ka flokët gjithë kaçorela nëse keni parasysh edhe të bardha. Kështu që ne imitojmë këtë gjë me letrën edhe duke dhënë të rumbullaksin këtu. Gjithashtu, me këtë letrën këtu që më ka tepruar, unë dua të bëj edhe këtu. Shikoni një top. Sepse babagjyshi e ka këtë topin këtu sipër, shikoni? Edhe unë e ngjita dhe e kam gati të gjithë. Tani, ne e përfunduam, kështu që babagjyshi është gati. S'mbetet gjë tjetër veç se të shkoj tek dritarja ta vendosi nga jashtë, aty ku do të ngjitet, që kur të hapni perden, shikoni që aty keni një babagjysh që po qëndron tek dritarja. Ja pra artist vegjël erdha, siç e shikoni, jam këtu pranë jush, së bashku me babagjyshin, jo vetëm, edhe këtë duhet ta ngjis tu tek dritarja. Do thoni ju si do ta ngjisim? Si gjithmonë, marrim ngjitsen, e lyejm, ta pak perden që të shkoni më mirë, do ta vendosim pak shtrëmbër, sikur e ka kthyer kokën edhe po shikon. Keni parasysh? Jo kështu drejt. Kështu që do mbyll dritaren edhe do ta vendos në këtë pozicionin kështu. Shikoni. Ja artist vegjël, ky është edhe babagjyshi i cili erdhi t'ju sillte dhuratat. Kështu siç e vendosëm ne në dritare. Besoj u pëlqeu. Prandaj merrni letra, filloni t'i prisni, t'i ngjisni dhe nxirrni dhe foto. Ta e tregoni që të kemi mundësi ta paraqesim edhe ne në emisionin ton Art Instinct. Ja artist vegjël, erdhi edhe momenti tani i fundit për të bërë jo kartolinën, por tani unë do të bëj një kornizë, sepse e di, tani në prag të vitit 3
Edhe gjatë vitit 3, ju që gjithë bëni shumë foto. Dilni me plakun e vitit 3, në këto qendra tregtare, shkoni aty ku ka atë plakun e vitit 3, shkoni dhe ju bëni foto aty. Kështu që ato fotot ju duhet i ruani. Po si do t'i ruani? Se shumë nga ju i bëni foto, i mbani në celular, i mbani në aparat, i mbani në kompjuter, ndërsa unë dëshiroj që këtë foto ju t'jeni ta printoni në letër e ta vendosni një kornizë. Kështu që unë sot do i mësoj juve se si të realizoni një kornizë të thjesht e të bukur, edhe tjetë kujtim nga viti i ri. Prandaj, unë mjetit i kam të gjitha këtu, si shikoni, i kam sjell. Çfarë do të përdorim? Dua ta bëjmë sa më thjesht, sa më shpejt, sa më bukur. Unë këtu kam edhe një gjitsen. Këtu kam një letër të bardhë, kam të letrën kafe, gjitsen dhe gëshërën me gjithë tushin, por kam të copën e kartonit. Do të thënë, ky kartoni është ai që do të jetë vendi ku ju do të vendosni fotografinë edhe do të krijoni kornizën. Por unë kam marrë edhe këtë topin këtu, shikoni? Ato topat janë prej felizoli ose bukë peshku që thonë. Ka të gatshëm nëpër kanceleri, mund t'i gjeni shumë mirë, edhe do ta ndanin mes siç e kam ndarë unë. Shikoni? Në 2 pjesë i ndani këto. Sepse unë dua të përdor vetëm një. Do thonë ju çfarë do të bësh me këtë? Me këtë unë dua të bëj hundën e Rudolfit. Do me thënë të drerit. Ky dreri është ai që do kujtoj gjithmonë juve vitin e ri. Ndërsa këtu në mes ju do të vendosni edhe foton tuaj. Por së pari le të fillojmë. Unë do të marr tushin, ju do të merrni lapsin. Për arsye, sepse këtu në mes duhet që të jetë në mënyrë të barabartë. Do merrni një vizore ju, edhe do ta bëni këtu. Në vendin ku do të jetë fotografia juaj. Unë për shembull vizën e bëj më kollaj, e bëj edhe kështu. Do të marr të tushin, që t'i kem nga të gjithë anët të barabarta, shikoni, ndërsa pjesa poshtme do jetë më e gjerë. Gjithmonë kur bëhet paspartimi i pikturave, do me thënë paspartimi çfarë do me thënë? Është kur marrim një pikturë të ne e vendosim në një si kornizë, i vendosim letra anash, që duket sa më bukur. Kështu që kjo këtu ne nuk na nevojitet. Kjo do të hiqet. Por do t'i bëjmë gjitha gati dhe shpejt e shpejt. Shikoni sa bukur do dali. Këtu unë do të vendos në këtë anën këtu do bëj një formë veze. Në rregull? Edhe do bëj 2 të tilla, sepse i dua të jenë të barabarta. Kështu që ti bëjmë një lloj, çfarë do të bëjmë? Do ta pres njërin unë dhe do ta vendos tek tjetra. Do bëj vizatimin edhe do t'i kemi të dyja një lloj. Shikoni këtu? Ç'do të bëj me këtë letrën këtu? Do vendos dorën time këtu. Shikoni këtu. Dhe këtu deri këtu lart. Do bëj me laps vizën. Shikoni këtu. Viza e lapsit ndjek gjithë gishtat. Por lapsi si mbahet? Shikoni si e mbaj unë? Në lapsin e mbaj pingull me letrën. Nuk e bëj lapsin kështu. As kështu. Gjithmonë lapsi do qëndrojë në këtë drejtim. Edhe do kemi pëllëm më këtu. Po kështu bëj një tjetër, shikoni? Ja për artist vegjël, unë po thuaj se i kam të gjitha gati. Do me thënë, pëllëmët e duarve, kornizën, këto të dyja që nuk e tregoj se çfarë janë, edhe kjo. Do me thënë, kjo është hunda, këto janë sytë. Por, si do t'i bëjmë? Shikoni këtu, njërën këtu, edhe tjetrën këtu. Do t'i kthejmë, që t'i kemi në këtë lloj mënyre. Do të vendosen këto këtu. Shikoni këtu, unë kam lënë të zezën, ndërsa këtu s'ka se kthema nga krau tjetër, sepse dua që kjo mos jetë këtu.
mund ta vendosni, nuk ka problem fare. Por shikoni këtu, nëse duhet tu duhet më bukur, kështu që do marrim tushin, do ta bëjmë edhe nga pas që të dali një lloj. E gjitha kjo. Dhe këtë gjë ta keni parasysh. Që të dalin të dyja. Si do ta bëjmë? Kornizën e kemi, tu shikoni, nga karau tjetër unë do ta mbaj si sprish punë, që po doli tushi nga pas, këtu na bëhet pis. Atëherë jemi këtu. Njëra këtu, tjetra këtu. Këto do të vendosen këtu. Do t'i ngjisim, dhe ngadalë do të shikoni ju se si do t'i vendosim. Këto janë këtu. Këtu dhe kemi edhe këto këtu. Do me thënë, këto këtu kur t'ngjiten, do t'i bëjmë pikën e zezë tu, edhe këto janë syt. Shikoni? Janë syt e Rudolfit. Por le t'i ngjisim. Unë po marr ngjitsen këtu dhe po filloj fillimisht me pëllëmbët të duarve. Shikoni këtu? Do një vendosim këtu përpara, ti kemi një lloj dhe vendosim ngjitse këtu dhe këtu. Vendosim kornizën këtu. Edhem, kjo është tu. Që të qëndroj sa më mirë, shikoni, sepse duhet thahet ajo, të të ngjitet mirë. Unë ç'do të bëj? Do t'i marr këto, do t'i kthej kështu nga krau tjetër, siç i kam këtu. Dhe vendos kështu dhe do t'i vendos edhe nga kjo ngjitse. Sepse dua që të mos lëvizin. Që sa do ngjitse do mbaj aty, po duke vendosur dhe këto, do të bën akoma më të forta. Do të këto janë brirët e Rudolfit, të cilat ju i realizoni shumë mirë me pëllëmbën e dorës tuaj. Shikoni? E shikoni që unë e përforcova, e bëra të fortë, që kjo të qëndroj sa më mirë. Edhe ngjitsen e ka, i ka të dyja. Tani, vazhdoj me ngjitsen përsëri këtu. Do lyejmë syt mirë e mirë. Dhe do t'i vendosim këtu, kështu që bëjmë edhe këtu sipërfaqen mirë e mirë me ngjitse dhe vendosim syrin. Po kështu edhe kraun tjetër. Edhe letrën e bardhë të dyja, sepse jo kam shpjeguar edhe herë tjetër që kur i bëjmë të dyja bashk, mban më mirë ngjitsja. Dhe hunda, shikoni, marrim ngjitsen mirë këtu, e lyejmë mirë të gjithë të, e vendosim edhe këtu, në këtë mënyrë. Shikoni? Korniza këtu në këtë moment është gati. Unë qofse dua, si që o thashe juve, mund merrni tushin e kuq, edhe sa s'është ngjitur, mund ta lyeni të gjithë. E të duket hunda kuqe. Ose merrni bojrat akrilikut që keni aty dhe filloni. Unë e bëra për më të shpejt. Prandaj thash, është mënyra më e shpejt për të realizuar një kornizë e cila do t'ju kujtoj gjithmonë plakun e vitit të ri. Si shikoni këtu, unë kornizën e kam gati. Mbetet vetëm vendosje fotografin. Tani me rast e vitit 3 do bëjmë foto të ndryshme, unë do bëj një foto bashkë me Goldin dhe do ta vendos te kjo korniza këtu. Shikoni, sa e bukur doli, edhe sa e veçantë, edhe sa e shpejt. Prandaj artist vegjël, merrni ato kartonat, edhe ngjyrën kafe këtu me letrën, vendosi pëllëmbën e dorës sipër, vizatojeni dorën, bukur, shpejt, edhe ngjiteni këtu sipër. E do të jetë tamam si Rudolfi. Shikoni këtu, brirët janë bërë vetëm me pëllëmbët e duarve. Hunda është bërë me bukpeshku, që thoni ju, ose felizol, edhe syt me letër, i vizatuam. Nuk ngjyrosën fare, vetëm hundën mund ta ngjyrosti. Kështu që është shumë e shpejtë.
Tani, artist vegjël, si shikoni, erdhi momenti i fundit i emisionit ton. Këto ishin punimet që kisha përgatitur sot për ju. Prandaj, unë dhe Goldi duam t'ju përshëndesim të gjithëve. T'ju themi edhe një herë gëzuar vitin e ri dhe mirupafshim në emisionin e ardhshëm. Mirupafshim. Art Instinct